Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në ciklin ton më të ri të emisioneve Familja. Në puntatat e kaluara kemi folur rreth rolit të familjes, rreth sfidave që kërcënojnë atë, rreth kritereve të zgjedhjes partnerit e kështu me radhë. Ka ardhur momenti që të flasim për aktin e kurorëzimit, pra celebrimi në Islam. Dhe për ta sqaruar më shumë këtë temë, bashkë me ne sot në studio është hoxha i nderuar Ahmed Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhe sot pra në studio. Ose nikahu, siç për njihet shumë në gjuhën që përdoret tek besimtarët, nikahu. Çfarë është nikahu? Nikahu është ai momenti i lidhjes, momenti më i bukur që kalon njeriu në jetë, momenti më interesant që kalon një djalë i ri apo një vajzë e re që nënkupton beslidhjen për të vazhduar së bashku me shpresën e Zotit, jo deri në vdekje, siç përmendet zakonisht, po deri në xhenetet e Zotit. Ne muslimanët besojmë se kjo beslidhja e martesës pra, është një beslidhje që vazhdon edhe në parajs, në xhenet. Sepse Zoti thotë se atje do të jemi me familjet tona. Madje, për gjërave interesante që ka xheneti, nëse njëri prej bashkëshortëve është më lart se tjetri në xhenet, e tërheq edhe tjetrin atje ku është ai. Pra përfitojnë për njëri tjetrit. Si këtë botë, kur dikush më i pasur, përfiton edhe tjetri. Po, normalisht. Ose kur dikush është më i devotshëm e bën të tjetrin devotshëm si puna e tij. Kështu që është një beslidhje që peshon shumë, që ka një le të themi edhe një barr në vetvete, pra është mirësi, bekim poshtë edhe përgjegjësi. Pra kur bëhet një marrëveshje, kur bëhet një kontratë, kur jepet një besë, të dyja palët kanë, si më thon, të drejtat dhe të dyja palët kanë detyrimet. Edhe lidhja e nikahut ose celebrimi pra i martesës apo lidhja e kurorës, faktikisht nënkupton një lloj besatimi mes dy të rinjve që peshon shumë, siç e ka përmendur Zoti kur po flisim përpara emisionit, wa qad akhadna minkum mithaqan ghalidha. Keni marrë dhe keni dhënë besën që peshon shumë, shumë e rëndë tek Zoti, pra me kuptimin ti tani nuk ke më përgjegjës për veten tate vetëm, po je përgjegjës edhe për dikë tjetër. Pra edhe djali, pra për vajzën, po edhe vajza për burrin e saj, për bashortin e saj. Pra fillon një cikël tjetër, një mënyrë tjetër se si njeriu e mendon jetën, se si njeriu dëshiron ta zhvillojë jetën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Pra është një moment, le të themi, i bukur, interesant, historik, i veçantë, po është edhe një moment përgjegjësie dhe amaneti. Pra në thojza, nëse do themi kështu, deri sot ke qenë shumë më i lirë, ndërsa sot ke, le të themi, ca përgjegjësi dhe barra mbi kurriz, po kështu edhe para tjetër. Pra, domethënë fillon një jetë e re, fillon një perceptim krejt i ri dhe normalisht në përgjithësi me çfarë kemi parë, njerëzit momentin që pra celebrohen, momentin që lidhen një martesë, momentin që besatohen për të vazhduar bashkë me njëri tjetrin, edhe mënyra se si njeriu domethënë sillet pas kësaj, edhe jeta shoqërore e tij fillon të ndryshon merr formë tjetër. Pse? Sepse Zoti e ka bërë ta tillë që njeriu domethënë është i përgatitur që po futem në një fazë tjetër të jetës. Dimension i ri. Pra nuk mund të jetë më i shoqërisë, nuk mund të jetë më i kohës bosh, nuk mund të jetë më i vrasjes së kohës, nuk mund të jetë më njeri i budalliqeve. Shkon në një fazë tjetër jeta, shumë më serioze, shumë më interesante dhe produktive për shoqërinë. Absolutisht që po. Do vinë brezat e sardhë. Kush janë kriteret, le të themi, ose shtyllat bazë pra të nikahut, të celebrimit? Që quhet, si gjithmonë flasim në konceptin e shariatit islam për fesë islame, që quhet një nikah i saktë, pra një lidhje martësore saktë, duhet të kemi 4 kritere. Kriteri i parë kryesor është, le të themi, pranueshmëria e djalit, pranueshmëria e vajzës, pëlqimi dhe dakordimi nga ana e prindit të vajzës, pra kujdestarit le të flasim, sepse do ta trajtojmë në këtë pjesë, kujdestarit po e quajmë, dhe prezenca e 2 dëshmitarëve, ndërsa përmendja e dhuratës, domethënë mund të përmendet, dhe kjo është më e mira, po edhe po nuk përmend, ka edhe kjo një trajtim tjetër që mund ta shohim më pas. Pra, djali, vajza duhet të jenë dakord, kujdestari duhet të japë pëlqimin, duhet të jenë minimalisht 2 persona dëshmitar,
Dhe kur flasim për dëshmitarët, kemi për qëllim 2 meshkuj ose 1 mashkull dhe 2 femra, dhe pastaj është puna e mehrit. Po kjo e mehrit edhe po nuk u përmend nikahu është i saktë, nëse këto 4 janë kusht që nikahu të jetë i saktë. Qartë. Normalisht tek pjesa e kujdestarit kemi diskutim mes mëdhëbeve, kemi xhumhurin, pra shumicën e dietarëve dhe shkollave islamike që thonë kujdestari është patjetër që të jetë, dhe kemi një mendim, pra shkolla hanefite, e cila nuk e obligon prezencën e thotë është mirë, pëlqehet, por nuk e obligon. Pëlqimi i djalit, me kuptimin normalisht është logjikshëm, pëlqimi i vajzës, pra nuk mund të ketë martesë pa dëshirën e saj, pa pëlqimin e saj, madje pejgamberi sa thotë, nëse është një femër, domethënë, e cila është beqare, edhe po pati turp me fol, në momentin që pyetet dhe heshtja e saj është miratim. Dëshmitarët i trajtuam, ndërsa mehri po u përcaktuar, duhet me ju përmbajt, po nuk u përcaktuar, shkohet tek mehri, dhurata, se ç'do thot meher, meher do thot dhurata martesore, shkohet tek dhurata martesore që kanë bërë kushërirat e saj. Pra flitet për të njëjtin nivel, siç kanë vepruar të ngjashmet me të, veprohet edhe për rastin e saj, nëse nuk përmendet diçka. Ama nëse bie në dakord për diçka, e vogël apo e madhe qoftë, kjo pastaj është obligative. Para se të fillojmë të hyjmë te këto elementet, le të themi, të celebrimit, është një pyetje shumë interesante. Ju nuk e përmendët hoxhën te këto kriteret. A duhet bërë se s'bonte hoxha apo? E bukur, faktikisht unë kam dhënë dikur një përgjigje dhe thash që nuk është kriter hoxha, e më ishin nderdhur, domethënë kishin bërë namin. Nuk ekziston askund. Pra ne nuk gjejmë në fenë e Zotit, as nga libri i Zotit, as nga suneti i pejgamberit sa, që duheshe patjetër të ishte prezent profeti alayhis salam. I tha, po ti, i tha profeti alayhis salam, tha e martuar. Te barakallahu leku barakallahu. Po tha, a ke bërë në gosti? Tha jo. E po mirë, tha bëj gosti qoftë edhe me i dash. Domethënë ky sahabiu ishte martuar pa e ditur profeti alayhi salatu wassalam. Pra hoxha, le të themi mësuesi, nuk e dinte, gjë që tregon se nuk është obligative. Po ne themi që hoxha tjetë, pse? Sepse hoxha jep disa këshilla, ndoshta është ndonjë kriter që nuk është plotësuar mirë ose ndonjë kusht që nuk është realizuar, hoxha bën korrigjimin dhe rregullimin etj, por nëse ka ndodhur procedura siç duhet, nuk është kusht absolutisht është e vlefshme si celebrim, si nika. Ku dallon, le të themi, celebrimi në Islam nga celebrimi konvencional, pra, që aplikohet? Ka shumë ngjashmëri faktikisht mes të dyjave, ka shumë ngjashmëri sepse edhe kur shkojmë të celebrojmë për shembull në komunë apo në bashki, e njëjta gjë, kërkohet që të jenë 2 dëshmitar, kërkohet që të jetë pëlqimi të dyja palëve, domethënë. Kanë si mëdhëbi Hanefi, nuk kërkojnë pëlqimin e prindit, por kanë 2 javë pritjen, domethënë bëhet shpallja dhe mbas 2 javësh pastaj domethënë shkohet në miratim. Pra gjithë ideja është domethënë momentin që edhe atje zhvillohet, kanë ngjashmëri normalisht, por ajo që ne porosisim është që të bëhet si fillim familjare dhe pastaj të shkohet atje, ose e kundërta, të shkohet atje dhe pastaj të bëhet le të themi të jepet forma e duhur tek pjesa fetare e gjës. Po që kanë ngjashmëri mes tyre, po. Vetëm se dallimi mes 2 ngjashmërive është se e jona e ka origjinën 1500 vjeçare dhe nuk ka ndryshuar, ndërsa kjo që po flasim sot është një ligj i cili është provuar para dhe ligjet janë norma sociale. Pra merren nga shoqëria, nga tradita. Bukur. Nëse një person martohet, pra shkon celebrohet, le të themi në komunë. Dhe nuk shkon tek hoxha, po e themi kështu. A është e vlefshme ky lloj celebrimi? Nëse e ka bërë edhe familjare, po. Pra nëse e ka mbyllur pjesën familjare, pra është bërë fejesa ose sistemin në popull, kafe të vogla, kafe të mëdha janë ndruar nishanët, pra janë bërë dhuratën nga të dyja palët dhe pastaj bëjnë celebrimin, është e saktë. Sepse faktikisht është plotësuar kushti dhe kriteri më herët. Po pjesa e njerëzve që nuk duan të celebrojnë, pra kapim krahun tjetër. Është gabim. Absolutisht është gabim shumë i madh. Ne duhet ecim në bazë të rregullave që të vendit ku ne jetojmë. Pra nëse bëhet fejesa, nëse bëhet nikah, nëse vendoset pra që ky çift do të lidhin jetën bashk, duhet patjetër të celebrohen. Pse? Sepse është një formë mbrojtje, nesër pas nesër çfarëdo që të ndodhi, kemi një formë
ose kemi diçka që mund ta mbrojë situatën, pra nuk mund të ecim ne vetëm me fjalë të bukura apo me çfarë bën muhabete në familje. Absolutisht që duhet të ketë përgjegjësi për këtë punë dhe duhet të ketë dhe përgjegjësi ligjore për këtë pjesë. Në fakt shohim dhe disa praktika të tilla që nuk martohen thonë sepse ligji i jep gruas gjysmën e pasurisë dhe sipas tyre kjo është e padrejtë, sepse është pasuria ime. Kjo deri diku qëndron, por ka një gjë. Ne kur lidhim jetën me një person, nuk lidhim më do të ndahet pasuria apo nuk do të ndahet pasuria. Jo, po ndoshta kjo ka qëllimin nga që unë jam shumë i pas. Atëherë, edhe në ligjin shqiptar ekziston mundësia e kushtëzimit. Pra ti do më thonë të lejohet që ta vendosësh si kusht kur bën celebrimin që pasuria e takon vetëm burrit. Pra ka zgjidhje kjo punë, po që kjo gjëja duhet të jetë ligjëruar, Se mbrohet edhe femra, edhe fëmijët nesër pas nesër. Absolutisht, është edhe psiqike kjo gjë domethënë. Nesër pas nesër ndodh diçka, si do të zgjidhet situata, duhet patjetër të ketë një formë ligjore për të dalë në fund çështjes. Sepse nuk janë të gjithë aq devotshëm dhe të përkushtuar që të japin zgjidhjet sipas normave islame. Unë kam parë raste sa duash që kur ndodh diçka vetëm për shkak të interesit material nuk duan ta dinë më se si e zgjidh Islami çështjen. Po jo, thosë unë kam, pra kemi dy anë, domethënë, kështu që ne duhet të ecim me të dyja, edhe pjesën fetare duhet ta mbajmë edhe pjesën, le të themi, shoqërore ligjore duhet ta mbajmë. Nëse themi që njohja familjare, pra le të themi prezantimi, kafet e vogla, kjo konsiderohet celebrim vetvete ke Zoti dhe a është kusht që të jetë eksplicite dëshmia, që ta kërkoj dorën dhe baba të thotë po pranoj, pra si funksionon? E bukur, në traditën shqiptare normalisht kemi një pëlqim para prak nga ana e familjes, pra japin le të themi familjet një okej të përgjithshëm, pra djalit dhe vajzat dhe familjet e tyre, dhe pastaj i thon pihet një kafe e vogël, pra vjen domethënë familja e djalit dhe pin një kafe tek goca, edhe familja pastaj e gocës pin një kafe tek familja e djalit. Dhe ky është në konceptin islam khitbe ose fejesa. Është bërë fejesa. Ne në Shqipëri themi kafet e vogla. Kur vim pastaj që shkohet me familje, me farefis, pra marrin këta njerëzit e tyre dhe shkojnë për vizitë tek ta, dhe këta marrin njerëzit e tyre, shkojnë për vizitë tek ta dhe marrin dhurata me vete dhe marrin gjëra, dhe ai thot u trashëgofshin na qof për hajër. Fetarisht është mbyll situata. Domethënë te kafet sepse aty më shumë se 2 dëshmitar janë. Pëlqimi i vajzës është, pëlqimi i djalit është, pëlqimi i prindërve është mbyll historia. Pra te kafet e vogla, djali nuk mund të shkojë me pushime me vajzën. Jo, te kafet e vogla jo. Presin kafet e mëdha edhe pastaj. Te kafet e mëdha në momentin që bëhet pra fejesa në kuptimin shqiptar të termit fejes, atëherë aty është çdo gjë pastaj okay, pra kemi bërë nikahun faktikisht. Po, kur vjen dhe farefisi dhe po, kur aty faktikisht dajat, hallat, tezët. A duhet patjetër të ketë terma, unë jam dakord, a pranon këto termat pastaj këto përdorimi le themi këtyre formulave nuk është obligativ. Përderisa nuk kuptohet. Është si puna e tregtisë. Në tregti duhet të ketë të jap pranova. Po. Termi klasik, po faktikisht nuk është kusht. Pra në momentin që unë e marr diçka dhe bëj pagesën, do thotë që jam i kënaqur për çmimin dhe jam i kënaqur për mallin dhe ti i kënaqur për atë që unë po paguaj. Pra edhe gjithë kjo atmosferë, gjithë kjo gjëja që zhvillohet është argument se të gjitha palët janë të kënaqura në këtë që po zhvillohet. Po unë prap jam i asaj që të shkohet në xhami, sepse një lutje, po hoxha do t'japi ca porosit ca gjëra, ose të merret hoxha aty të bëjë ai atë këshillën, porosit njerëzit, sepse është një moment që mund të shfrytëzohet shumë për mirë, se edhe çifti në fund fare ka nevojë për disa këshilla që ndoshta do i mbeten si këshilla për gjithë jetën. Qartë, është edhe thirrje vetvete, pra rikujtim për njerëzit. Po, ftesën islam, po. Le të vim pak tek mehri që ju tha dhurata kurrëzimit ose nishanet, ta quajmë kështu. Shoqëri si kjo e jona, nishanet pak a shumë e kanë atë pjesë dhurate. A konsiderohet kjo meher? Tani, meher në islam është një dëshirë e vajzës që duhet plotësuar, nëse janë kushtet dhe mundësit. Dhe përpara se t'ja përgjigj dua të them këtu nuk bën që njeriu të rrënjë, të gënjej. Pra thot po ta bëj unë ose ta blej unë ose ta sjell unë dhe pastaj mos ta sjelli. Konsiderohet borxh. Pra nëse djali pranon atë që thot vajza, po do ta sjell ose do ta marr, atëherë ai obligohet për këtë gjë, do të thonë mbetet borxh i kësaj gjëje. A lejohet femrës që ta ndryshojë? Për më lart nuk lejohet.
Përveç se nëse pranon djali, për më poshtë lejohet, nuk ka problem. Nëse don t'ia fali, po do t'ia fali apo t'ia uli për shembull, nuk ka asnjë problemi. Pra, nëse vlera ulet, lejohet ndryshimi, nëse vlera ngrihet, atëherë nëse pranon djali lejohet, nëse nuk pranon djali rrihet ajo që është rënë dakord më herët. Le të vim tek dhuratat. Dhuratat a e zejnë vendin e meherit? Jo, nuk e zejnë. Pra mehri, dhurata martesore e vajzës është diçka në vete. Pra është diçka që ajo kërkon dhe mbetet e saj. Më përpara ka qenë që ishte babaja i cili vendoste, për shembull thoshte 10 naplona, 20 naplona, ose kaq lira, dhe i mante babai këto. Dhe kjo fetarisht nuk lejohet. Ajo është dhuratë e vajzës. Kemi një traditë në zonat, le të themi, shqipfolse, që këto lirat që merr nusja, 150 lira turke, florini, i man ajo aty dhe kur të martohet i gocë tjetër ja e pasaj. Dhe kur të martohet ajo i jepet një tjetër. Kjo nuk lejohet fetarisht. Pse se është e saj? Sepse kjo nuk është hipokrizi, pra martesa nuk është hipokrizi. O kërkoj ashtu siç duhet, ose mos i fut fare ato lirat, domethënë në këtë muhabet. Pra është diçka që i takon asaj dhe e menaxhon ajo. Ka normalisht shumica e rasteve bëhen pronë e saj, po ka dhe disa raste që i merr jati dhe kjo fetarisht nuk lejohet absolutisht, sepse nuk është mall që ti ke nxjerr në treg edhe i merr ti parat e mallit që shitet, pra nuk funksionon domosdoshmë. Qartë, pra duhet të jetë e përcaktuar. Pra mehri duhet të jetë i përcaktuar. Për këtë arsye thotë, nëse nuk përcaktohet, shkohet tek mehri i ngjashëm. Pra se u bën gjithë dhe u harru të përmendej. Ose bin dakord mbrapa, mund bin dakord edhe mbrapa, mbas nikahut ç'gjë. Meqense përmendëm mehrin, mehri do të jetë ky, dhurata martesore. Po nëse nuk bin dakord, atëherë shkohet tek si më thon ajo që është e ngjashme te gocat e të njëjtit fis. Pra gocat e të njëjtit fis, çfarë kanë kërkuar zakonisht për martesë këtë gjë. Atëherë rreth asaj shifre bëhet dhe mehri. Qartë. Tani jemi ke pjesa e dëshmitarëve. Po. Pra, ju përmendet që janë dhe dëshmitarët që duan. Këto kriteret e dëshmitarëve, kush janë? Pra, a bëjnë anëtarët e familjes apo s'bëjnë? Kushti që ka dëshmitari duhet të jetë njëri i besueshëm dhe i drejtë. Mund të jetë nga anëtarët e familjes, nuk është kusht të jetë një këtej, jo, mund të jenë 2 këtej apo 2 këtej, nuk ka problem. Pra mund të jenë të 2 nga ana e djalit, mund të jenë të 2 nga ana e vajzës. Zakonisht përzidhet 1 nga ana e djalit dhe 1 nga ana e vajzës. Ose mund të jenë të jashtëm fare dhe kjo do ishte më e mirë. Shokët e djalit për shkak. Nuk ka problem, të jenë jashtë. Domethënë jashtë interesit. As shokët e djalit, as kushëritë e gocës. Jo, të jetë jashtë interesit. Po nëse janë nuk ka problem. Madje mund të jenë edhe nga njëjta familje. Për shembull, mund bëhen 2 vëllezër dëshmitar për motrën e tyre. Mund bëhen 2 vëllezër të djalit, për shembull, le të themi dëshmitar për motrën e tyre. Pra ka hapësirë, ka tolerancë kjo pjesa. E rëndësishme është që celebrimi mos bëhet i fshehtë pa e ditë askush. Për këtë arsye pejgamberi sa më tha, njoftoni kur të bëhet një celebrim. Është ajo që themi ne shpallja, bëhet një shpallje 2 javë. Pra Islami jemi 15 shekuj përpara që ka thënë njoftoni. Njoftoni për martesën. Për celebrim, për nikah. Është kush që të janë dhe besimtar apo s'ka të bëj? Më e mira kjo është, më thonë duhet të jenë besimtar, që dëshmia e tyre të jetë saktë, sepse po flasim për një term krejtësisht fetar. E nëse nuk janë besimtar, nuk i kuptojnë këto gjëra për çfarë po flitet. Po. Sepse shohim dhe një praktikë sot që për shembull kur shkojmë po celebrimin, gjejnë 2 njerëz në rrugë dhe i marrin. Ajo është kot, kjo është më përhapur, a quhet e vlefshme për shembull, është me babën e vajzës ai, okay thot, gjen 2 njerëz thot dëshmoni. Po tani mendoj që ne tham peshën më të madhe ka kjo pjesa fetare gjë se sa ka ajo pjesa e celebrimit. Celebrimi më shumë le të jetë si ombrell ligjore për gjën, po jo për funksionimin e saktë të gjës. Po, qartë. Pra pjesa de facto është midis mes familjeve, mes palëve. Palëve të interesuara. Atëherë bëj një shkputje e shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra kur rikthehemi sërish në studio pas një ndërprerje të shkurtër. Atëherë hoxhë nderuar, sot në epokën digjitale, ne shohim që
shumë gjëra bëhen online, shumë takime, shumë gjëra. A mund bëhet dhe nikahu online? Nuk bëhet nikahu online përveç se nëse s'ka zgjedhje tjetër siç ka qenë më shumë koha e Covidit apo diçka tjetër. Përndryshe nuk bën. Sepse neve duhet të sigurohemi nga njerëzit që martohen, nga kujdestari, duhet jemi ama nëse për shembull jemi në situatë që imami e njeh shumë mirë personin, pa babain e vajzës, një njerëzit nuk ka asnjë lloj problemi. Se mund ta bëj me AI babën që thot, po, jepja gocën ta mollë hoxhën, të mollë dëshmitarën. Martohen me një. Kështu që origjina është që gjërat duhet të jenë prezencë. Duhet të jenë prezent. Por ka një zgjidhje tjetër të bukur islame që është autorizimi. Me shkrim. Nuk ka problem. Edhe me gojë, edhe me fjalë, nuk ka person tjetër. Po, një personi tjetër. E bukura e vakalës ose e autorizimit ose e prokurës është se mund ta bëjë çdo kush. Pra dikush mund të flasë edhe në emër të djalit. Për shembull, djali është në Amerikë, nuk prezanton dot për nikah. Pyetet dikush tjetër në emrin e tij. Pra ja ka lënë ai përgjegjësinë ose ja ka lënë prokurën filanit. Edhe vajza, edhe babai i vajzës. Unë për shembull kam bërë nikah ku ka qenë prezent, domethënë dikush në emër të djalit, nga që djali ishte në Angli dhe ne nikahun e bëshim në Tiranë. Po ka ndodhur edhe me vajzë. Vajza ishte në Amerikë, ne nikahun do ta bëshim në Tiranë. Ka folur dikush në emër të vajzës. E kemi bërë për shembull nikahun me prokurë të kujdestarit. Disa raste kam bërë me prokurë të kujdestarit, pra kujdestari nuk ka qenë prezent, por thoshte le të jetë në vendin tim filani. Ose shumë herë ma kanë lënë mu kujdestarin. Unë nuk kam mundësi të jem, po bëje ti rolin tim. Pra kam marrë unë rolin e kujdestarit. Pra ka një farë tolerance. Ndoshta kjo mund të jetë praktike mirë që mund të futet, pra që t'ja lej hoxhës, sepse mund të jetë domosdoshmë zgjidhje më e besueshme, thjesht sa të vinë njerëz që jo, ma mund të sjellë vllajën e vet, mund të ngarkojë për shembull babai, mund të ngarkojë vllajën e motrës, pra birin e tij, domethënë që të jetë ai prezant. Pra mendoj që është një çështje që kur është dëshira e mirë, kur është vullneti i mirë dhe dëshira e mirë, Zoti domethënë jep zgjidhje dhe ka shumë zgjidhje, domethënë halal, që edhe puna bëhet, po edhe ligji nuk e shkeli. Disa raste kur nikahu nuk është i vlefshëm. Pra folëm deri tash vlefshmëria e nikahut, kushtet. Çfarë keni parë ju që është nga gabimet më të përhapura? Jo, gabimet është gjë tjetër dhe pavlefshmëria është gjë tjetër. Pavlefshmëria do thotë nëse nuk ka kujdestar, nëse nuk ka dakordsi nga ana e djalit, nëse nuk ka dakordsi nga ana e vajzës dhe nëse nuk ka dëshmitar. Kjo e bën pavlefshëm. Ndërsa ka normalisht le të themi shkelje në këtë punë apo mund të ketë dhe gabime, normalisht që mund të ketë. Domethënë, për shembull le të themi për gabimet që ndodhin është se e bëjnë shumë shpejt nikahun me një dakordsim shumë të shpejt. Ndërkohë që më e mira do ishte që gjërat merren më me qetësi, sepse është hapi më i rëndësishëm që hedh njeriu në jetë. Prej gabimeve që ndodhin është vonimi shumë i nikahut. Pra, do të thonë ato njihen, janë çdo gjë është okay, ndërkohë që nuk po hidhet hapi dhe nuk po ndërmerret hapi më i rëndësishëm që është ndërmarrja. Prej le të themi gabimeve që ndodhin, do të thonë është se ka konflikte ndonjëherë në çështjen e mehrit. Pra, nga që thot flasim, merremi vesh vetë me njëri tjetrin. Për gabime që ndodhin është vendosja e kushteve mbas nikahut. Gjose unë kam këto kushte, o zotni, gjitha këto gjërat duhen thënë përpara, ose duhen përmenda dite. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna haqqa mastawfaytum bihi min ash-shurut mastahlaltum bihi min al-furuj." Kushtet më të rëndësishme të cilat duhet i përmbahet besimtari në jetë janë kushtet e martesës. Pra që do të thotë, nëse besimtari thot vajzës, unë kam këto kushte që të jetojmë bashkë, dhe ajo tha po, ose vajza thot gjon, jam dakord, por këto kushtet e mia janë 1 2 3 4 dhe djali tha po dakord, pejgamberi sa më thot kushtet më të rëndësishme në jetë që besimtari duhet i përmbahet janë kushtet që vijnë në rastin e martesës dhe nuk bën që thot njeriu po, dakord, po dhe pastaj mos i përmbahet. E vetmja gjë që është diçka që prej problematikave të kushteve është nuk duhet të jetë kushti një kusht që bie ndesh me halal dhe pa haramin. Dhe këtu lind pyetja jote që duhet e kishe bërë tani, a lejohet që të vihet kusht që mos martohet më shumë se me një? Mos dosha me hyjfark poligamie, po deshe. S'ka problem, nuk ka problem. Ndrojnë venet. Atëherë unë mendoj që ky është një kusht për cilin ka diskutim faktikisht mes dietarëve të Islamit dhe mendimi më i drejtë dhe më i saktë është që nëse vajza e vendos këtë si kusht, ky është një kusht të cilit çuni duhet të përmbahet.
Pra nuk më thotë çuni po nuk martohet me tjetër dhe pastaj gjeni tjetër. Kjo pastaj është shkelje dhe vajza në këtë rast ka të drejtë të shkojë deri në prishjen e nikahut. Pra nëse djali ka pranuar, mbaroi historia. Nëse tha po, ka mbaruar historia, Zoti ja lehtësoft inshallah në xhenet, merr më shumë. Po mirë, pyetja tjetër, a nuk bie kjo ndesh me halal dhe haramin, sepse është diçka që Zoti ka bërë halal. Çdo kusht është një lloj kufizimi. Qartë. Pra po ta marrë çdo kusht është një lloj kufizimi i halallit, po prandaj quhet kusht. Për këtë arsye, do të thonë, sepse mund ta ketë fiksim, mund ta ketë problem këtë pjesë shumë. Ose mund të jetë pala tjetër që mund ta ketë problem shumë. Jo më vëlla thosë se pranoj këtë lloj kushti. Për shembull, atëherë më mirë, le të themi në gjuhën popullore, më mirë ham kumllat e tharta në fillim, edhe e kalojmë pirjen e dhënave, se sa pastaj të na dalin kumllat e tharta rrugës. Pra këto kushte duhen paraqitur në momentin e nikahut apo varet si kanë dakord palët? Nëse bëhet, për shembull, si e bëjmë ne si procedurë, ne i themi djalit, o filan, a te keti kushte për t'i vënë gocës? Pra do të përmendur nga hoxha kjo pjesë. Ose goca pyetet, keni ju kushte? Ka raste që ato thonë, kemi kushte, po i kemi rregulluar me njëri tjetrin. Okej. A doni t'i shkruajmë? Po ose jo. Unë për shembull aty ke letra e nikahut që kam tek certifikata e celebrimit, e kam aty kushtet e dhëndrit, kushtet e vajzës, që do të thotë u alej bosh, se nëse ata duan t'i shkruajnë, mund t'i shkruajnë. Po gjithë problemi është se më mirë kur bëhet me dëshmues, sepse nesër pas nesër jo po sa kam shkruar unë, po kemi thënë, po unë kisha për qëllim, jo po betohem unë, betohu ti, nuk zgjidhet. Nësa kur përmendet, edhe djali është i qartë për kushtet që ka dhe vajza është i qartë për kushtet që ka. Shumë njerëz cilët kanë hyrë në islam rishtazi, a do ta përsërisin nikahun? Jo, sepse i gjeti Islami njerëzit e martuar dhe mbasi u bën musliman nuk tha profeti al-Islam përsëritni nikahun. Pra çdo lloj nikahu që është bërë është okay. Dhe dasmën nuk e çdo lloj martese le të themi që është bërë, çdo lloj celebrimi që është bërë është okay, se thash nikahu. Dhe e dyta, ju nuk e përmendët dasmën ke kriteret. Pra, a është i vlefshëm nikahu dhe pa dasëm? Nikahu është i vlefshëm dhe pa dasëm. Por edhe nëse është bërë dasma pa u bërë nikahu, quhet sikur është bërë nikahu. Pra është i vlefshëm. Është i vlefshëm. Momentin e përmendëm, pra dhe ke kafet në hetimin kur takohet farefisi. Bukur, ne do të kemi misione tjera, besoj përpara, për të sqaruar dhe shumë pyetje, cilat me shpresën e Zotit. Dispozita dhe pyetje që ka vendosur Islami pra rreth institucionit më të madh njerëzor që është familja, por nuk mbetet vetëm se t'ju falenderoj për informacionet që ndat me ne sot. Gjithashtu falenderoj dhe publikun e nderuar për vëmendjen që na kushtoi. Deri në misionin e ardhshëm, Asalamu alaikum.